Ekipi i Rovecit përbëhet me këtë ekip. Kapiten Bardh Rexha, Kendrell Puljan, Eliot Peci, Albin Berisha, Fisnik Rogova, Isja Amping, Hadis Dërguti, Visar Ejubi, Julian Roshe, Kujti Mujkani, Jalen Johnson dhe Antoni Peti. Ndërsa ekipi vllazninit, nëse si s'ka nevojë për prezantim, kapiten Atin Koshi, Ziggy Ray, Amri Pedra, Andre Gordon, David Ton, Jericho Hellat, Samir Zekici, Leo Colomero, Dren Dedushaj, Rënda Syra dhe Eden Cingu. Ndërsa trener Rajko Krivokac. Ndërsa referat të ndeshjes janë Amar Djekovic, Besim Vitaku dhe Exxon Maloku. Palestra Shani Nushi përsëri është arena ku takohemi për një tjetër përballje në kuadër të Superligës së Kosovës në basketbol. Në fakt, duke llogaritur edhe javën ashme në këtë palestër, këto 3 ndeshje do të jenë goxha të zjarta. E sonte është skuadra e Rovecit që është musafir tek kuqezint e vllazninit të Gjakovës. Sa i përket peshrave startuese, 2 trajnerët veçse i kanë gatshme dhe sa i përket trajnerit Rajko Krivokapic, i cili kujtojmë në ndeshjen e kaluar para 2 ndeshjeve, në fakt që ishin bashkë, ishte edhe takimi i tij i parë, duke marrë atë fitoren fantastike ndaj Bashkimit, duke që njerët edhe ishte humbja e parë e Prizrenasve. Krivokapic nis me Ziggy Reed, Darin Todd, Jericho Helms, Samir Zekici dhe Dren Dedushaj. E në anën tjetër, Vuja Loci e nis takimin me Kendrell Puljan, Albin Berisha, Fisnik Rugova, Julian Roque dhe Antoni Pati.
Treshja e gjyqtarëve për këtë takim është Amar Gjekovic, Besim Vitaku dhe Gzon Maluku. Pra kur jemi tek kompeticioni Superliga e basketbollit të Kosovës, sot në fakt zhvillohen dy takime në të njëjtin termin, në të njëjtën kohë. Do të luhet edhe ndeshja në Karakaç. Do të jetë kolegu Agon Vemiu nga atje. Por derisa në mes të pasaj zhvillohen dy takime tjera. Deri më tani, sa i përket Superligës, Raveci pra që dhe vllaznimin në fakt që deri tek ajo ndeshja para dy gjirove nuk kishte bilanc aq pozitiv, por kanë filluar të këndellën skuadra Gjakovare tash dy takime edhe me trajnerin e ri normalisht. E të shohim sonte me skuadrën nga Raveci si do të shkojnë gjërat sa i përket kësaj përballje. Skuadra e vllaznimit përkundër disa rezultateve pozitive vazhdon të jetë në fund të tabelës me 11 takime ku kanë 3 fitore dhe 8 humbje. Raveci një dy pozita më lartë me 5 fitore, 6 disfata sa i përket përballjeve të Superligës deri më tani, po ishin edhe grafikisht 5 startuese që i kuptova pak më parë. Ndërsa ekipet vinë në këtë përballje Raveci pas disfatës në kryeqytet me Sigalin e Prishtinës me një diferencë të ngushtë 2 pikë dallim, ndërsa skuadra e vllaznimit pësuan humbje në shtëpi nga Golden Eagle Ylli pas 2 fitoreve goxha të rëndësishme kundër Bashkimit dhe skuadrës së Trepçës. Shohim përballja që ka nisur dhe normalisht nuk është vështirë të dallohen dy skuadrat në parket. Gjakovarët me fanelat e kuqe, ndërsa Raveci me ato
gjyrt katër që janë edhe ngjyrat e skuadrës së Ravecit. Aksioni pari pa suksesshëm për skuadrën e Ravecit. Tani vllazënimi që kanë tentimin e parë për pikët e para në këtë ndeshje. Deri në fund aty dhe vijnë pikët e Todd. Madje do të jetë në vijnë gjuajtjeve të lira. Shojmë në këtë mënyrë. Kanë filluar vllazënimi këtë ndeshje, ja dhe trajneri Bujar Loci tek skuadra e Ravecit. Pa që nga ardhja e trajnerit Krivo Kapic, skuadra e vllazënimit nesër mirë me fitore. Pastaj humbja në ndeshjen e fundit, megjithatë sot është një ndeshje e rëndësishme në fakt për dy skuadrat. Imperativ është fitoria, mund të themi. Vllazënimi që javën e ardhshme ka dy përballje mjaft të vështira me Prishtinën dhe me skuadrën e Pejës. Do të jemi bashkë në transmetim për të dyja ndeshjet. Tentimi për 3 aty pa suksesshëm. Aksioni radhës për skuadrën e Ravecit, është ndalë loja, një gabim në hap aty. Përsëri ndalin një tjetër aksion skuadra e Ravecit. Aksion e radhës Rugova, mbrojtje mirë. Transicioni në anën tjetër për ekipin e Ravecit. Quajtja për 3 dhe pikët e para vijnë nga distanca Pullian. Barazohen shifrat, mirë po jemi vetëm në fillim të ndeshjes. Ka këtu shumë lojë deri në fund dhe do të shohim edhe sa si do të ndryshojë rezultati kohë pas kohe. Qëna njerë Pullian për 3, kësaj radhe jo i sakt. Përsëri një tentim për 3 pikë, por kanë arritur të rikuperojnë topin aty me Helms vendasit. Nuk ka faul, por topi do tjetë për skuadrën e vllazënimit. Vijnë pikët. Edhe një tjetër treshe. Në anën tjetër Rugova. Quajtja për 3 kësaj radhe. Nuk arrin kundër përgjigjen skuadra e Ravecit me Berishën.
Sulmon Koçën aty pranë Rrugovës. Das Syla. Shojnë në njerë atë moment. Pullian. Kemi faulin. Vazhdon kjo e përsi prej 5 pikëve për skuadrën e vllaznimit. Shohim aksionin e radhës pikërisht. Me këtë tepërtim. I këto pikë tani për Dot dhe vllaznimin. E ngritin avantazhin në 7. Pullian. Asistim fenomenal, por Peti nuk e shfrytëzon atë situatë. Në anën tjetër, dalja shpejt dhe nga baseline aty është Zekici dhe kur Loci po bënte gati një ndrim, në fakt vjen time-outi pas kësaj serie të suksesshme nga vllaznimi, cilët arrin të krijojnë e përsinë dyshifrore në këto momente. Normalisht edhe me rezultatet e mira të vllaznimit, jo që më herët ka munguar, por është tuar edhe interesimi për t'i përcjell takimet nga palestra Shani Nushi. Besoj që javën ardhshme marr parasysh kundërshtarët cilët do t'i kenë vllaznimi gjatë të mërkurën dhe të shtunën. Sot një javë presim këtu Sigal Prishtina dhe pastaj derbi Dukaçinit me Pejën. Të shtunën ardhshme do t'jetë besoj nxehtë. Shojnë Pullian. Shkon dal loja aty, Syla që luajti me këmbë. Për momentin tek vllaznimi me 5 pikë është Todd. Nga 5 startuese në fakt Reed ende nuk ka kontribuar, pjesa tjetër kanë të paktën nga një shënim. Musafirët ende me vetëm atë treshën e Pullian. Dojmë kemi kaluar gjysmën e çerekut. Dojtje mire Pullian tani. Quajtja për 3. Njëri prej atyre që u futën nga banka. Kemi ndërtajt dhe Bardh Regja, e në anën tjetër tani Regja për pak nuk arrin të ndalë atë aksion. Zekici nga krahu më herët tani kjo treshe ballore. Shkojnë në 13 skuadra Nikoqire. Mundohen të kolla përgjigje me treshën anën tjetër Aveci, por pa sukses. Kuptueshme që pak i frustruar trajneri Loci. Shojmë aksionin e radhës të vllaznimit.
Sekici kthen me njerë aty për Helms, nuk ka pik. Do të rishikohet nga gjyqtarët edhe njëra situatë. Shkojnë pra gjyqtarët në atë moment për të përcaktuar sakt vendimin final. Pra do të kemi topin për skuadrën e vllaznimit. Kemi faul në aty për pak në Karin Helms edhe që të shënoj. Që se si do tjetë në vinit gjuajtjeve të lira për herë të parë sonte. Shënon të dy tentimet Helms, tani avantazhi i cili shkon në 15 pik. Pullian tenton aty, por do t'jetë rivënje për skuadrën e Ravecit. Kemi në kohë 3 minuta 41 sekonda deri në fund të çerrekut të parë. Ka kohë që Raveci nuk ka shënuar që nga ajo treshja minutat e para. Regja, shojnë Rugova. Kalem aty, pasimi mirë për Rugovën, mirë po nuk ka pike, njerit edhe kalon kohë e parapar për aksionin e Ravecit. Tjetër aksion që nuk arrin të shfrytëzohet nga skuadra Musafire. Kurse Helms e nis me këtë rivënje aksion e ri për skuadrën e vllaznimit. Koshi, Adi Koshi që rritë manjerët në vend të Dasylës. Sekici edhe njerë për 3, sa e radhe nuk është i sakt. Ishte i sakt në 2 tentimet paraprake, por këtë herë truqe e parë nga jashtë perimetrit. Në anën tjetër Pullian siston këtirë në fund, por nuk ka pik aty, në fund do t'jetë topi për vllaznimin. Karin ta kthen posedimin Julian Roche. Aksioni radhës për vllaznimin. Por brojtje mirë e Ravecit. Shpalje në këta tranzicion dhe vinë këto pik tani. Helms. Shkon deri në fund. Do të shkon një fotër aty. Sipër e Jupit. Dy aksionet tani rresh, pa pikë vllaznimi airball
tentim nga distanca I shkurtër, derisa është fauluar aty Helms. Trajnerin Krivo Kapic, ndeshja 4 që e drejton në vllaznimin këtë sezon. Aksioni I ri për skuadrën e Ravecit. Pullian. Pasimet mira dhe sakta këto deri tek pikët aty. Todd shkon deri në fund, një blokad, por përsëri rikuperojnë topin. Vendaset ishte një gabim në hapa. Andrew Gordon që u inkuadrua para pak qasteve. Në kontaktin e parë, themi kështu, në gabimin. Pullian. Ishte 2 lojtar pranë tij, por Marin shënon Anthony Perry. Faktisht ndodhe pikët e para për Petin. Gordon. Vjen në ndihmë Helms edhe 4 sekonda për këtë aksion. Syla deri në anën tjetër dhe ka gjysmë distanca nuk është saktë aty Reed. Nuk e shfrytëzojnë këtë aksion skuadra e vllaznimit për shënuar pikët e radhës. Jo I kënaqur trajneri Krivo Kapic me lojtarët e tij në këtë aksion të fundit. Gjithsesi kur jemi në 30 sekondat e fundit të këtij çereku të parë, Raveci ende me pikë një shifrore. Shohim se çfarë rezultati do të mbyllet. Çereku I parë ishte deri në limitet e aksionit të Ravecit aty. Perry në anën tjetër është fauluar Helms. Është hera e dytë për Helms në vijën e gjuajtjeve të lira. Paraprakisht ishte I saktë në të dy tentimet 2 për 2. Pika e 6 për Helms që ka edhe një treshe nga një tentim, kurse 0 për 2 Helms brenda perimetrit. Jemi në sekondat e fundit të çerekut të parë. Gjuajtja për 3 aty nga Pullian, nuk shënon. Regja ka rikuperuar, por mbesin me pikë një shifrore Raveci duke mbyllur këtë çerek të parë që do duhet të mundohen normalisht kthehen në lojën e tyre në vazhdim të takimit, sidoqë të jetë çereku I parë I cili mbyllet me rezultat 29. Aiden qa, kam vendosur me ndru tekstin këngës.
Kusht ka thonë ty m'bank me shku, ka gabu, hape llogarin TikTok, ngam ti mu. Hape llogarin në bankën ProCredit 100% online me nënshkrim digital dhe zgjat pakën që të përshtatet ty. O heq breski nevojë për këtë punë bankë me shku? Ngam ti mu. Banka ProCredit. Ngoti yllin. Siguroje jetën në Illyria Life. Po edhe statistikat e qereku të parë. Pra, është tentuar Raveci me tentimet e shumta jashtë perimetrit dhe pas aktsin, ajo pak edhe ka dëmtuar efikasitetin nga loja. Shohim kemi faulin aty. Nisloja me këtë rivënje. Gordon arrin çnon. Janë pikët e para të Andrew Gordon. Regja. Qoj me Jupi. Do të lëshon një pasim aty për Fils Rrugovën, por Ati Kushi ka marrë topin, dalje shpejt tani e vllaznimit. Shkon terë në fund, atë jap Todd dhe vim pikët e radhës për vllaznimin dhe pika 7 personale për Todd. E përsia 15 pikë për momentin. Përsëri mbrojtje e mirë e vllaznimit. Todd. Sen topen atje, por është kthyer edhe në gjysmë fushën e vllaznimit, shpërdorojnë të mundësi skuadra vendase. Edhe pse vazhdon Raveci tjetë me sa i përket topave të humbur 8, është i 6 për skuadrën e vllaznimit. Rosh aty, i sapo inkuadruar pa Regja për 3, nuk ka shënim. Vazhdon efikasiteti i ulët për Ravecin nga distanca. Një për 7 janë jashtë perimetrit. Inbound për Ravecin, Rosh. Gordon. Duket se ka shkaktuar faul. Edhe njerë të duel
parë për Julian Roche në vinë të quajtjeve të lira. Ka një 2 pikësh paraprakisht nga 2 tentime nga loja. Shënon 2-2. Ka pik aty për Kolimerion. Pulian lirohet nga lojtari i tij Peri, por pastaj kemi faulin. Tani personalja e Dasylës. Zekici në vend të Gordon. Zekici që pati 6 pikë në çerekun e parë, nga ato 2 treshe prej 3 tentimeve të tij. Peri të duel me Todd, nuk ka pikë, por duket që në fund, edhe pse ka protest aty nga trajneri Loci, pasi ishte pretendimin se nuk ishte prekja e fundit nga lojtari i tij, megjithatë një akcioni i ri për vllaznimin dhe aja u pra që i takoj Gjakovarve, të shohim Todd. Pasimi mirë atë, shënon me faul edhe një herë skuadra e vllaznimit të kësaj radhe Kolimerio. Në avantajin prej 15 pikëve. Skuadra e vllaznimit kemi një tjetër ndrym. Helms kthehet në parket, është pushuar Todd, ndërsa Kolimerio shënon edhe atë në buana gjuajtje të lirë. Tjetër gabim nga Raveci. Do të ketë punë trajneri Bujar Loci në pushim më pas, pse ka deri në fund të pjesës së parë dhe çerekut të dytë, do diku 7 minuta e gjysmë, por do të shohim atarin të këndell skuadrën e tij lojtarët e tij për pjesën e dytë, pasi gjatë kësaj pjesë të parë kapime të shumta nga skuadra e Ravecit. E tani një gabim aty edhe nga vllaznimi që shpërdoruin aksionin. Pulian. Roche, ja shohim pikërisht janë këto gabime të cilat rëndom nuk do të duhet të ndodhnin. Kemi time-outin. Po ata fytyrën e Bujar Locit e kuptueshme, pse është i frustruar me lojtarët e tij trajneri Loci.
nis 24 sekond qëri për skuadrën e vllaznimit. Helms. Me një crossover aty fillimisht dhe ishte rrugën e hapur, por edhe me bashkëpunim me Koshin që krijoi një screen për Helms. Në anën tjetër tani do t'jetë duket topi për skuadrën e Ravecit. Shohim mënerat shënimin paraprakisht nga Helms. Në anën tjetër Durguti me një tentim për 3, Pullian që rikuperon topin dhe faulohet. Kopi nga vija e quajtjeve të lira. Dasyla. Nga Koshi aty. Aksion fenomenal i vllaznimit. Treshja e lojtarëve vendor. E në anën tjetër Fis Rugova nuk shënon nga forësia, por arrin ta rikuperon topin Durguti. Shohim nga bimi në hapa aty nga Perry, apo ishte Jones në fakt. Edhe njerë akcioni Koshi, Dasyla dhe Zekici. Tani mbrojtje mirë dhe dalje shpejt në anën tjetër Rosh që shënon për Ravecin. Ishte mbrojtje mirë paraprakisht nga Jalen Johnson. Shohim pikët e Reed, janë pikët e tij të para sonte. Rukova tenton të treshe përsëri kthehet topi për skuadrën e Ravecit. Quajtja për 3 i sakt. Sa e radhe. Johnson dhe në fakt ishte treshja e dytë për Ravecin nga 9 cm deri më tani. Qëtëtërisht kemi përsëri një gabim në hapa që pati mjaft sonte deri në këtë moment nga të dy skuadrat. Rukova. Gjuajtje e radhës, back to back, dy treshe për Johnson. Normalisht tani trajneri Rajko Krijovo ka pish me time out. We have everything.
have screens for fun. You come here, you see pass for you. This is fun. Same action now. When 50 pass you. Give me this again. Stop this. Let's stop for Kevin. From top, set on screen. See what you get. Watch cut. Watch cut. Take also one back screen and stop on the side. We are about to be smart. Regjia ka mundësit na përsëritin edhe nerët, na përsëritin treshën e fundit, kërkojnë gjyqtarët për ta konfirmuar. Do thotë edhe një tjetër para kësaj. Kemi kthyer vetëm konfirmuan pikërisht atë treshën, njërën për 2 treshëve në fakt të Johnson. Shënëresh njëra pas tjetrës. Ka rinisur loja pas timeoutit, janë vllaznimit tani me aksionin e radhës. Vazhdon e përsia 2 shifrore prej momentit kur e krijuan atë në çerekun e parë vllaznimit, tani këtë vërtet Fernali Helms. Pikët e radhës. Rosh, ka faksia aty, pranë Zekicit vjen me këto pikë. Pika 8 personale e tij. Shojmë Helms. Koçi Zekici. Përsëri Koçi Gjuan për 3. Për të sakt. Pullian arrin ta zotën topin aty. Johnson për Rosh edhe njerë. Sa herë nuk ka pik luftohet me kotën për topin. Do të kemi ndrim tek skuadra e Ravecit. Albin Berisha kthehet në parket. Pushohet aty Adis Durguti. Edhe njerë kjo situatë pra. Dhe do të jetë topi kësaj radhe për vllaznimin aty. Shtaut për skuadrën e vllaznimit. Nis një tjetër aksion për Kuqezin. Koshi. Luftohet aty me Helms. Reed në baseline, vjen kjo treshe. 4/10 jashtë perimetrit janë skuadra e vllaznimit. Helms, Reed dhe Zekici me 2. Johnson, pasim për Rosh. Kemi pikët me faul aty. Julian Roach do tjetë në vinë gjuajtjeve të lira, kurse Tranieri Loci do të inkuadron Eliot Pecin. Do tjetë hera e parë po që inkuadrohet sonte.
saktë nga vija quajtjeve të lira Rosh. Vazhdon tjetë. Bashkë me Johnson, dy realizatorët më të mirë dhe në fakt dy basketbolistët cilët janë duke mbajtur në lojë tani Ravecin sa i përket pikave në anën tjetër Reed. Shannon i revanshohet Rosh themi me këtë shënim me faul. Era e parë për Ziggy Reed në vitin e gjuajtjeve të lira. Praktikisht 2 minuta e gjysmë deri në fund të pjesës së parë. Më saktë 2:25. Shohim rezultatin 41-24. Ai çereku të parë ishte 20-9. Normalisht çerek më i mirë ky i dyti për skuadrën e Ravecit, por në fakt realisht nuk ishte e vështirë të tejkalohej pasi shënuan vetëm 9 pikë në tërë qerekun. E rresh 2 herë vllaznimi shënojnë me faul. Pas Ziggy Reed tani është tot. Shënon nga vija gjuajtjeve të lira tot. Të dyja herat që u gjendë në vinë gjuajtjeve të lira sonte ishte me gjuajtje të lirë pas shënimit me faul. Tjetër gabim nga Raveci. E Buja Loci që do të kthen në parket Anthony Pettin. Todd. Helms për 3. Ka treshe, por Zekici ka topin e kërcim në sulm. Por sërit gjuajtja për 3. Nuk shënon as Todd. Dali me shpejtësi tani Raveci dhe pikët e Berishës. Pikët e para personale për të angushtuar rezultatin në 24 me 26. 1 minutë e 20 sekonda deri në fund të pjesës së parë. Në palesтрën Shani Nushi insiston aty Ziggy Reed dhe shëron pikën e 10 personale, është basketbollisti i tretë me pikë dyshifrore tek vllaznimi pas Helms me 11 dhe Todd me 10. Shojmë aty. Projtje mirë nga Zekici. Detyron Johnson që bëj gabimin. Todd. Helms. Dhe mbyllet koha e parapar për aksionin e skuadrës së vllaznimit. Nuk e shfrytëzojnë. Nuk e shfrytëzojnë sekondat parapara për aksion. Peci në anën tjetër që organizon sulmin e Ravecit. Rugova. Sekonda. Pjesë Rugova. Karim shënon nga pasia. E në anën tjetër një blokad aty, por
Ishte ankesa aty nga trajneri Krivokapic në atë tentimin e fundit, sido që tjetë mbyllet qereku i dytë, pjesa e parë në fund me 20 pike për skuadrën e vllaznimit, pas qereku të parë që mbyll 20-19, ky i dyti 26 me 17, shkojmë në një pushim zakonshëm 15 minutë për të kthyer me pjesën e dytë.